I përmendet edhe ju, doktor Flamur, alergjia, astma, refluksi, probleme tjera që mund të lidhen direkt me si shkaktar të kollit. Po shpesh, sidomos me fëmijët na ndodh, vjen kolla së bashku si pako me temperaturë, me sekret në hunë, kjo është thjesht një ftohje, apo kjo duhet hulumtohet më shumë? Kollitja, me temperaturë, qëtë kollitje me gulqim. Do thotë kur edhe pengohet frymari. Aja është gjithmonë ma shqetësuese. Aja hyn te grupi smundjeve që duhet trajtohen me njëherë, nuk duhet pritun se apo kalon kollitja apo jo, por duhet me njëherë trajtohet. Se në momentin kur kemi një infekcion, qoftë banal, infekcion i thjesht, apo qoftë infekcion më i rëndë, dhe kemi kollitje që shoqërohet me temperaturë, qoftë kollitje thatë apo me sekrecione, atër duhet tretmani me njëherë, sepse kemi të bëjmë me një gjendje më serioze, do thotë që mos tretmani mund të rrezikojë dhe mund të çojë infeksionin më të rënda që do të kërkonte tretman shumë më specifik, shumë më të gjatë e shumë më të rëndë. Gjithmonë kollitja bashkë me temperaturë kërkon një ekzaminim të menjëhershëm fizik, një ekzaminim të menjëhershëm laboratorik, por edhe imazherik që të kemi qartë pasqyrën e rrugëve frymore. Sigurisht që moshat më të reja, fëmijët janë më të ndihshëm për shkak edhe të lumenit rrugëve frymore se kanë diametrin më të vogël, edhe infeksionet mund të shkaktojnë shumë më lehtë probleme me frymorje, edhe infeksionet moshkrive. Kurse te të rritënit, problemi më i madh është kur kemi pacientë që kanë smundje kronike, qoftë bronhitin kronik, qoftë astmën, qoftë spokun, smundjen obstruktive pulmonare, qoftë emfizema të ndryshme apo edhe bronkiektasit, këta pacientë janë të prirur për me pas një ndjeshmëri më të madhe të rrugëve frymore. Edhe në momentin kur kemi një infekcion që shkon me rritje temperature, patjetër që ka me pas edhe pengesa dhe rënje të nivelit të oksigjenimit në gjak.